Klasa 9 jam dhe s'na japin libra, s'ka libra për arsimit e ministrisë. Po s'kena, s'mujna me shkrytën pa libra, shumë keqa. Po duhet na janit m'ja marrën, për shembull, duhet mi fotografu edhe në shtëpi na për telefona, se në shkollë s'po na lajnë telefonat. Shumë pak kena monja 5-6 kena, s'na hopin shumë libra dhe... Shkruan arsimtarja në tabel, ne i marrim për tabel të shkruan. I kena marrë veç 3 dhe qera s'na hopin, se s'ka. Qëta jam shkot mesme të ekonomia, asa të s'japin. Kështu ankohen nxënësit e shkollave të vendit për mos pasjen e librave shkollor. Drejtorët e shkollave heshtin, ndërsa nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e drejtojnë gishtin pikërisht nga ata, pasi siç thonë si ministri kanë shpërndar në për shkolla aq libra sa janë kërkuar, por a do të mbaj dikush përgjegjësi për këtë keq menaxhim? Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska premton se do të krijojë një sistem më të qëndrueshëm për furnizim me tekste shkollore. Ке продолжиме понатаму да ги допрецизираме правилниците за децитно да им биде кажано што е, како и во кој период треба да направат, за во иднина да немаме вакви проблеми. Дел од проблемите бараме и изнаоѓаме решенија и голем дел од учебниците ќе можеме да ги надокнадиме на разни начини. А во иднина се надевам дека повеќе нема да имаме вакви проблеми, затоа што сметам дека веќе го воспоставуваме стабилен систем за снабдување со учебници. Nga mungesa e librave, nxënësit detyrohen të mësojnë nga interneti ose nga shënimet që marrin gjatë orëve mësimore.